E vërtetë është se asgjë nuk do të ndodhë. Vjet e frontit do të mbeten aty ku janë për të ardhmen e parashikueshme. Që luftëtarët e Hamasit apo xhihadit islamik të çarmatosen në këto kushte, do të ishte barabartë me vetvrasje, vlerëson Hirst. Rrethimi do të vazhdojë. Forcat izraelite do të vazhdojnë të pushtojnë mbi gjysmën e Gazës. Asnjë forcë ndërkombëtare nuk do të vijë për të administruar këtë kaos dhe mbi 2 milion palestinez do të vazhdojnë të jetojnë në tenda. Të ftosh të njëjtët personazhe që lejuan Izraelin të zgjerohej deri në pikën ku Gaza shpërtheu dhe të presësh që ata të zgjidhin konfliktin, nuk është thjesht çmenduri, është kriminale, shkruan David Hirst. Sa për Trumpin, ai as që pretendon të kujdeset për palestinezët, drejtësinë, të drejtat e njerëzit apo fëmijët që vdesin nga i ftohti në tenda. Trumpit intereson të vendosë copëzat të Trumplandit në përbot dhe të thith shumë të mëdha parash gjatë procesit. Duke krijuar bandën e tij të këshilltarëve dhe duke quajtur atë bordi i paqes, Trump tani po përpiqet ta drejtojë botën ashtu siç po e drejton aktualisht Amerikën. Ai nuk është një fashist shumë i madh, sa është një bos mafios që kërkon respekt dhe pagesa të rregullta, shkruan Hirst. Palestinezët do ta hedhin bordin e paqes në koshin e plehrave të historisë, shumë kohë përpara se e njëjta gjë të ndodhte Trumpit, vlerëson gazetari britanik David Hirst.